Një rast tjetër kemi pasur në prill ku 22 vjeçari pra ka vjedhur banesë në Astier. Ky i proceduar edhe më përpara po me të njëjtin rast, apo dhe në Korçë një 38 vjeçar që vite banesa të braktisur ose banesat të cilët personat në brendësi nuk ishin sepse ishin migrant. Ne na bëjmë të kuptojmë që kemi një lloj dukuri tjetër vjedhjeje, të një moshe po ashtu relativisht të re, pra që janë vjedhje të banesave, vjedhje plaçkite të bizneseve, jo domosdoshmërisht të bizneseve të cilat janë të mëdha ose që janë kompani dhe që kanë të ardhur të larta, pra duken si vjedhje kryesisht për mbijetesë ose vjedhje të njëpasnjëshme, mos u keq kuptoni me termin mbijetesë, sepse një pjesë e madhe e njerëzve janë në mbijetesë, punojnë dhe punojnë punë të ndershme, por që janë vjedhje sporadike që kryesisht përkapin këto lloj biznesesh me shumë më të vogla, por që prapë janë me dëme të konsiderueshme për këto biznese. Dhe një pikë tjetër që un kam frikë, më ndjes që ta them edhe këtë, është rritja e numrit të vjedhjeve dhe përdorimi i të miturve për vjedhje apo për vepra të tjera penale dhe mundet ta përcaktojmë dhe këtë përse ndodh. Ti radhite në fakt disa vjedhje, por ndërkohë, kur vjedhen produktet ushqimore apo edhe mallrat bazë, a është kjo një këmban alarmi për gjendjen sociale të familjeve shqiptare dhe të varfërisë, pse jo? Edhe pse ti e thej që vjedhje për mbijetesë, por po e themi ndoshta edhe pak më të